Benita dëhre limit, një moment që trondit shtëpin, kur prezenca dhe pamja bëjnë që emocionet të flasin pa fjalë, në shtëpinë e Big Brother Kosova, çdo gest ka rëndësi. Çdo hap, çdo shikim dhe çdo lëvizje mund të interpretohet si lojë, provokim ose sinjal emocional. Por nuk ndodh shpesh që një veprim i thjesht të shkaktojë tension kaq të dukshëm mes banorëve. Nata e sotme ndryshoi këtë balancë, kur Benita vendosi të shkonte në dush dhe mënyra si u shfaq para limit nxiti emocione të paparashikueshme. Një vëmendje çrnyrëke kanë dashur në shtëpi, Benita hyri në dhomën e dushit të qetë, me vetbesim dhe lehtësi të zakonshme për mënyrën e saj të ecurit në shtëpi. Por çfarë nuk e dinte ishte se Lim Hoti po ndjekte çdo lëvizje të saj. Ai qëndronte pak më larg, por syri i tij nuk ndahej nga Benita. Një kombinim kurioziteti dhe admirimi e mbante të fokusuar. Banorët e tjerë ndjen tensionin, por ata që ishin më larg nuk mund ta perceptonin intensitetin e momentit. Disa buzëqeshen, disa përpiqeshin të mos e shikonin, ndërsa atmosfera u mbush me një heshtje që fliste vetë. Lim Hoti, një shikim me lakmi, Lim nuk e largoi shikimin e tij. Nuk ishte thjesht kurreshtje, ishte një vlerësim i natyrshëm dhe i pakontrolluar, një mënyrë për të perceptuar energjinë dhe praninë e banit. Ai nuk foli, nuk ndërhyri. Por sytë e tij e thoshin të gjithë historinë, respekt, admirim dhe një farë kurioziteti për atë që po ndodhte. Ky nuk ishte moment për fjalë, ishte moment për perceptim dhe ndjesi. Një lojë të heshtur të syve dhe energjive që po përplaseshin në dhomë. Benita, një pranësi që ndjehet. Benita, nga ana e saj, nuk e kishte ndërmend të provokonte. Ajo po bënte atë që bën çdo banore, po kujdesej për veten, po lahej dhe po rilidhej me rutinën e saj. Por fakti që Lim e ndiqte me sy, i dha një dimension tjetër çdo lëvizje të saj. Banorët e tjerë filluan të vëzhgonin pa u dukur. Një atmosferë e tensionuar, kur emocionet flisnin më shumë se fjalët. U përhap në dhomë. Çdo lëvizje, çdo drejtim i trupit, çdo gjest i Benit u bë i dukshëm për të gjithë. Kontrolli emocional dëhre strategjia. Në Big Brother, çdo situatë interpretohet. Çdo lëvizje ka pasojë. Lim e kuptoi menjëherë se shikimi i tij nuk mund të shpërthente në fjalë, sepse kjo mund të krijonte tension ose debate. Ai vendosi të ruajë qetësinë, të shikojë dhe të vlerësojë, duke mbajtur një qëndrim neutral, por me një ndjesi të brendshme të qartë, admirim dhe lakmi. Në të njëjtën kohë, Benita ishte e vetëdijshme se çdo lëvizje mund të shihej dhe interpretohej. Ajo nuk ndryshoi sjelljen e saj, por vazhdoi të qëndrojë natyrale, duke treguar vetbesim dhe qetësi. Kjo krijoi një tension të bukur mes tyre, një dialog i heshtur i shikimeve dhe energjive. Pasojat për shtëpinë, banorët e tjerë, të cilët ndodheshin aty pranë ose vëzhgonin nga larg, filluan të pyesin veten: si do të ndikojë ky moment në dinamikën mes Lim Hotit dhe Benitës? A do të lindë një afrim ose rivalitet? Si do të reagojë Alba ose Bia nëse e vëren këtë shikim intensiv? Atmosfera u tensionua menjëherë. Çdo sy ishte i fokusuar, çdo bisht i fjalës u mbajt në heshtje, sepse banorët e kuptonin. Ky nuk ishte thjesht një moment rutinë, ky ishte një moment që mund të ndryshonte marrëdhëniet dhe strategjitë në shtëpi. Dinamika e energjive, ky është momenti kur energjitë e shtëpisë përplasen. Lim me lakmin dhe vëmendjen e tij të fokusuar, Benita me qetësinë dhe vetbesimin e saj, banorët e tjerë që e perceptojnë situatën dhe fillojnë të interpretojnë. Ky përplasje e heshtur e energjive krijoi një tension që ishte i dukshëm për të gjithë, edhe pse askush nuk foli direkt. Çdo hap i vogël, çdo buzëqeshje e fshehur, çdo shikim u bë pjesë e një drame të brendshme emocionale, e cila do të ndikojë në ditët e ardhshme. Një moment që nuk harrohet lehtë. Nata e sotme tregoi një herë tjetër se Big Brother Kosova nuk është thjesht lojë, por një pasqyrë ndjenjave njerëzore, ku prezenca, shikimi dhe energjitë mund të krijojnë tension pa një fjalë të thënë. Momenti kur Benita hyri në dush dhe ra në sy të Limit, dhe sytë e tij nuk ja ndanin, u shndërrua në një nga episodet më të komentuar, një dialog pa fjalë, një provokim i heshtur dhe një valë emocionale që mbushi shtëpinë. Banorët tani e dinë, çdo gjest ka rëndësi, çdo shikim mund të ndryshojë lojën, dhe shtëpia nuk do të jetë më kurrë e njëjtë pas këtij momenti.